kohën e komunizmit, unë ka pas me ditar. Unë ditarën ka majtë që në moshën 16 vjeç. Vërtet? Po. Ti kur isha në Rusi, 10 vjeç edhe në shkollën që, kisha të majta ditar. Ti po kur erdhe këtu pas në Shqipëri, vazhdojmë ca kohë, edhe ditari pashi nga herë mund të bëhe, se ditari do ishte si kjerë, se një ju pjesë në vetën. Së mund të bëhet, së mund të dyzohet. Një për situatët të deve, ka qenë i dyzohet në ju të dyzohet. Të tjera me nënde, të tjera thoshte, që ishte e kënda. Dhe uja dorë nga ditari. Me këshillën e prindërve, apo? Jo, vetë. Vetëve në që ato. Vetë. Sepse, që të mundohë në vjetë. Edhe ja dhe më ndodhi më qonë. 3 vjetë do thënë bërim në të lejmë. Edhe ju është të gjithë sigurisht, që ka pjallit nga pjallit generalim që më nga të kapitelit. Që nuk ndodhë kurdo, nëse në shtitë botës ke po, për ne s'kishim nga të dhe dhe s'meri veç para nga. Që në gjithë jetë, është një gjithë do t'jemi bërë shumë mirë që bërë një kujtime, edhe ka akome, nëse ka jetë moshë bëdhe vetë njëri u dhe akome, edhe mund të shtërmëroj gjera të edhe gjera që kanë të dëgjuar për tjetin, janë të bëhë vetës. Shumica këshu i mbarë mëndë. Ishte gjithë. Për ndaj po është që bëni mirë që i mbjedh një këtë punë. Sepse punit, rësisht se si shkoa, dhe vitë një kohë që gjera do blesonë si një punë. Ake do shkoj të i zotis. Me këtë italianët, kam një të sera se kështu, ishim berat, nga janë në ndorë, i 24-ës. Unë ishte në batalionin specialit qurë, i shtabit për njësëm, me shmerujtë dhe shtabit të rëndu. Edhe më kishën saktuar bashkë me një italian. Me Pino që i dhe. Ishte emën Pepino të mama jo. Me kështë emën e vërtet? Se përnë. Edhe një saktuar i bërim shërbim në Pravavin e hoteli ishte hoteli turizmi ishte tani. Pa. Hotel Kolomba. Hotel Kolomba. Hotel që prendës. I ati këtësia ka qenë antar i bërës politike. Në kujtuar edhe jemi në të ndetën dhe që ndodhi në përrejim atë, kur kërësi bushka në berat. Që më zite kështë. Që ora 4-5 dite. Unë ishe një parteri që manë. E një në parteri, no? E do në njështë shponë kështë, e në njështë që ka dozë të qërë. Po, kështë një shumë, no? Këtë puna ishte e lajmi që më shëru Tirana. Edhe, unë të në pëjësëretë dalë në delë. Italiani më patë mua, më tanë. Me Pino më shkarë në ndërë. Me po, me të italianë si shenë të rrisja me Pino. Me Pino me vrapë më vrapë, se bia i shkjeti me vrapë në shumë. Me në bënë arritë e kam, ku shkarë më? Sa po që e ke bërë? Po adionis më bërë, më të me qatë që e ndodhë. Edhe, e me dojë që mos, se si për mundi e që në i plomë që. Se i pesë më të që gjusë në të kodë, të që shpaj që. Për që në i dhe Po, që kam bërë tjere dhe italianët, i kem dekru bërë shumë mirë. Shumë mirë. Në kuptimin e kësaj do të që në ata kanë më shumë. Mirë, në fillim italianët se ka pas dhe dezertime. Në shte italianët. Edhe ishin në brigadat partizane për shërbenin o në Meksi, ose në artilleri, e në Berlini. Këto dhejët ishin speciale.
Se ishte përgatitur sigurisht. Po. Por pastaj kur kalun mas, krijuan Partitë Dyshimi Patriot, pastaj bë divizionin Antonio Gramsci. Divizionin më shumë. Edhe ka qenë një Bruno Brunetti. Ai ka shkruar një libër, lidhur me të tjera. E unë kam lexuar librin ka vite, nuk e di e kam ose kam. Ai të regon do ishë puna gjithë. Ta kërkojnë shkonin në armë, në Itali. Dhe janë në këtë anore, në armë. E më në punë të arritë, shkonë në armë, i dërgjot armë, po i hynë në armë. Ishë luftuar, po. Se ishte moment i rëndësishëm ai, po flasim tani mbas klirimit të Shqipërisë, 45-a. Ishte moment i rëndësishëm. Kur Hoxha i la të shkojnë me armë. Ishte, armë ishte në Gjermantë. Po. Edhe atë luftonin mirë. Luftonin shumë mirë. Luftonin, pra nuk është e vërtet që italianët Shiko, ka të bëj shumë qëllimi. qëllime. Pse luftonin? Se njëri që një mujë nëse ai luftonin se të mërë dhe jetën tia. Dhe do të kthejnë në shtëpi. E do të thënë shtëpi. Gjermani nuk i lindë. Edhe jenë një divizion do të thënë në jug. Më duke Peru që e kjo. Edhe Gjermanë të morën gjithë që ka generali, gjithë shabin e 107 oficera. Edhe në diku aty në Bukzeli, për t'i pushatuar. Po, generali kishte një vajzë. Se vajzë shkollë në putet të rrishtë për t'i pushatuar. Gjermanët e largojnë. Ajo për putet, e pushatuar dhe atë rësesi. E pushatuar dhe me t'jatin. Dhe kërë jam të rekurë një Austriaku këtë në feri, jo, e ka për më. Jo, e ka mi, kjo është e mundu, atë shumë gjera që sot, për të duket pa munda, ishin të mundura. Lufta ka i jegje ta shpërma dhe gjiri unë. Po si ka mundësi që e kanë harruar luftën, dhe tani ju duket si film, dhe mund ta le të vi. Si ka mundësi që bota e harroi luftën, dhe tani duket normalitet sikur të kthehet. Ja, për luftohet në Ukrainë. Ata janë janë njëjtë i popullën. Gjuhën. E kanë tjenë gjuhë. Tjenë dhe bumë se e bires Rusët nga Ukraina kanë ardhur shumë njëra. Edhe familja përëndërake janë dhe Kiev ka ardhur. Edhe Ruska e Kiev. Edhe feja krishterimi e paganat, krishterimi që janë dhe ka ardhur. Dhe ishte shumë ministra